por vetëm të pyesim sa të përgatitur jemi kur të ndodh. Natyrisht në proporcione të tjera, por patjetër që Shqipëria është shumë më e vogël dhe nuk ka luksin të humbasi asnjë hektar pyll. Dhe gjithçka që kemi bërë këtë vit ka qenë pikërisht përgatitja. Është njësoj si një skuadër që përgatitet për kampionatin botëror në verë, duke u stërvitur gjatë gjithë vitit. Dhe ky sezon do të jetë një provë për çfarë jemi përpjekur të përmirësojmë, çfarë jemi përpjekur të përgatisim për të pasur një performancë më të mirë dhe çfarë jemi përpjekur të organizojmë për të qenë një trup i vetëm, pavarësisht se në këtë ushtrim bashkohen trupa të ndryshme, nga pushteti qendror te pushteti vendor, këtu janë dhe një pjesë e kryetarëve të bashkive, nga forcat e armatosura te policia e shtetit, tek emergjenca civile dhe patjetër tek shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit, qoftë në qendër, qoftë në territor.